Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani vezë çdo ditë duhet ta dëgjoni këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. Nëse sapo jeni zgjuar nga gjumi dhe ende nuk keni ngrënë mëngjes, atëherë bëni mirë të dëgjoni këtë lajm më parë. Ekspertët e ushqimit të rekomandojnë se produkti më i mirë për të konsumuar në mëngjes është një kokër vezë e zjerë. Ne këtu do t'ju rendisim të gjitha arsyet se pse duhet të hani vezë në mëngjes sipas ekspertëve. Vezët janë një burim thelbësor i kolesterolit ushqyes, por përmbajnë proteina të cilësisë së lartë si edhe përmbajnë substanca bioaktive si fosfolipide dhe karotenoidet. Studimi ka analizuar veçanërisht persona të cilët hanin minimalisht një vezë në ditë. Sipas tyre, ata të cilët kishin këtë frekuencë konsumimi të vezëve e minimizonin rrezikun e goditjeve ishemike në tru me 26%. Për më tepër, është vënë re një ulje e rrezikut me 12% ndaj sëmundjeve kardiovaskulare për personat të cilët konsumojnë mesatarisht 5 vezë në javë. Çfarë i ndodh organizmit nëse konsumoni çdo ditë vezë? Sipas ekspertëve, vezët konsiderohen si një nga produktet ushqyese që ju mund të shtoni në shëndetin tuaj. Ato janë të pasura me hekur dhe vitaminën D, me proteina të cilësisë së lartë, si edhe vitamina dhe minerale si për shembull vitamina B12, pavarësisht shqetësimeve të mëparshme për përmbajtjen e tyre të yndyrës. Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon të hahen 1 deri në 2 vezë në ditë. Përveç kësaj, vezët janë një burim ekonomik i proteinave dhe mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo gjithashtu do të thotë se ju mund të kurseni para dhe gjithashtu të reduktoni mbeturinat e ushqimit. Ato janë gjithashtu të gjithanshme, pasi mund t'i përdorni në të gjitha vaktet, nga mëngjesi në darkë, si edhe në ëmbëlsira. Pra le të shohim se çfarë mund të ndodhë nëse ju konsumoni vezë çdo ditë. Ndiheni të ngopur dhe do të keni energji. E verdha e vezës është një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme si vitamina B12 dhe D, si edhe kolina, të cilat e ndihmojnë trupin tuaj të shndërrojë ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave dhe yndyrave të shëndetshme, të cilat përmbahen në vezë, ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë, flok më të shëndetshëm dhe me lëkurë me shkëlqim. Vezët janë të pasura me vitaminën B si B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e rregullt e vezëve mund t'ju ndihmojë që të përmbushni nevojat tuaja ditore. Aminoacide si metionina që përmbajnë kontribojnë në elasticitetin e lëkurës dhe elasticitetin e flokëve dhe thonjve. Forconi kockat. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ajo ndihmon në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e disa llojeve të sëmundjeve të këqija dhe gjithashtu promovon shëndetin tuaj mendor. Sidoqoftë, funksioni i tij është më i rëndësishëm sepse i mban kockat tuaja të shëndetshme duke lehtësuar përrëthitjen e kalciumit dhe duke mbajtur të qëndrueshëm nivelet e kalciumit dhe të fosforit në trup. Një vezë siguron në rreth 6% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D,
kështu që ngrënia e një veze për çdo ditë mund të përmirësoj shëndetin tuaj të kockave. Ngrënia e vezave çdo ditë mund të ketë përfitime të shumta shëndetësore, nga energjia dhe ngopja deri tek përmirësimi i shëndetit të flokëve dhe lëkurës dhe forcimi i kockave. Gjithashtu, sipas ekspertëve, vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme për shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të plota, aminoacide thelbësore të cilat përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantë të cilat i mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët gjithashtu ulin nivelin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për të patur një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të cilat janë të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi, njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Dhe gjithashtu vezët janë mjaft të mira edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit të cilët hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti i tipit 2 kanë një zemër shumë herë më të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin. Njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritë shkencore tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët për shëndetin e syve. Antioksidantët të cilët gjenden pikërisht tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët të gjithashtu gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë burimi më i mirë fali yndyrës që lehtëson përthithjen e tyre. Vezët për një mendje të mprehtë. Veza përmban vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton përkeqësim të kujtesës. Gjithashtu, duhet të dini se vezët do të mbajnë nën kontroll kolesterolin. Tashmë ju e dini që trupi ynë krijon habitat për zhvillimin e kolesterolit të mirë dhe të atij të keq. Edhe pse veza përmban një sasi të konsiderueshme kolesteroli, studimet të gjithashtu kanë treguar se nuk ka asgjë për të shqetësuar, pasi përmbajtja aminoacide e vezës lufton kolesterolin e keq. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.